Për ministrin e punëve të jashtme Ferit Hoxha, pas 2030-s nuk do të ketë më nevojë për një marrëveshje me Italinë për qendrat e përpunimit të emigrantëve, pasi edhe vendi ynë do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Euroaktiv, ai shprehet se nëse Shqipëria do të jetë pjesë e Unionit, ajo nuk do të kishte më kuptim. Së pari është për 5 vjet dhe nuk jam i sigurt nëse do të ketë më zgjatje. Së dyti nuk do të ketë zgjatje sepse do të jemi antar të Bashkimit Evropian. Të gjithë kanë bërë të njëjtën llogaritje. Sapo Shqipëria të antarësohet, ajo nuk do të jetë më ekstraterritoriale, por do të jetë territori i Bashkimit Evropian. Hoxha, i cili ishte në Bruksel për të marrë pjesë në takimin me ministrat e jashtëm të bllokut, e cilësoi Shqipërinë si një partner të besueshëm për Italinë. Ndaj ai hodhi poshtë sugjerimet se kjo mund ta nxiste qeverinë italiane që të mos e lejojë hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Italia kishte nevojë për ndihmë dhe ne ndihmuam, dhe kjo nuk mund të harrohet. Marrëveshja 5 vjeçare mes Shqipërisë dhe Italisë u ratifikua në fillim të vitit 2024 dhe është shoqëruar me polemika politike dhe probleme ligjore. Por në prill marrëveshja mori një mbështetje nga avokati i përgjithshëm në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Evropian, i cili tha se skema është në përputhje me ligjin e BE-s.